Mirëmëngjesi, zonja dhe zotrin, janë këto lajme të orës 9. Sot shënohet 27 vjetë nga masakra e Rëçakut, një nga krimet më të rënda të kryera gjatë luftës në Kosovë, që mbet plagë e hapur në kujtesën kolektive të vendit. Me 15 janar të vitit 1999, forcat police serbe, njësit ushtarake dhe formacionet paralimitare serbe hynë në fshatin në Rëçak të komunës së Shtimës, ku vranë mizërisht 45 civil shqiptar. Viktima u ekzekutua në rrethana që tronditën opinionin vendor dhe ndërkombëtar. Masakra u bë e njohur për botën pas reagimit të menjëhershëm të shefit të misionit verifikues të OSB-s në Kosovë, William Walker, i cili pasi pa nga afër trupat e pajetës civilëve ngriti alarm për krime të rënda kundër njerëzimit që po kryeshin ndaj shqiptarëve në Kosovë. Rëçaku shndrua në simbol të vuajtjes dhe sakrificës së popullit të Kosovës, por edhe një moment këtë që ndikoi në ndërgjegjësimin ndërkombëtar, në realitetin e luftës, duke hapur rrugë për zhvillimet vendimtare në fundin e saj. Ndryshe, sot në kuadër të kësaj masakre, homazhet të bëjnë krerët e shtetit si presidentja Vjosa Osmani, kryetari i kuvendit Dimal Basha dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti. Pas tyre homazhet të bëjë dhe kreu i AK-s Ramush Haradinaj. Pashtu, ora e parë mësimore do t'i kushtohet masakrës së Rëçakut. Me të marrë vendim nga administrata e pushtetit lokal për të zgjedhjen e tij si kryesues i kuvendit të komunës, Raman Jakupi, antari PDK-s dhe kryetari i degës së kësaj partie në shtime, njoftoi se ka thirrur seancë përkujtimore me rastin e përvjetorit të masakrës së Rëçakut, e cila tha se do të mbahet me 15 janar 2026 nga ora 8:30 në sallën e kuvendit të kësaj komune. Por me këtë vendim për seancë nuk u pajtua komuna e Shtimës, e cila përmes zyrtare në Facebook, tha se me rastin e shënimit të masakrës së Rëçakut është përgatitur vetëm agjendë zyrtare nga Këshilli Organizativ në bashkëpunim me protokollin e shtetit. Nuk do të ketë seancë përkujtimore të paralajmëruar nga kryetari i PDK-s, asambleisti Raman Jakupi, pasi vendimi për zgjedhjen e kryesuesit të kuvendit i dërguar në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal është ende në proces të shurtimit të ligjshmërisë sipas afateve ligjore, tha komuna në njoftim. Por Jakupi reagoi përsëri mbrëmjen e së mërkurës duke thënë se vendimi i Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal nuk ja ndalon atij ushtrimin e detyrës në edicionin special të Klan Kosovës. Ai tregoi se si rodhi gjithçka, teksa ndon se thot lëvizja vendose e ka pushtetin në këtë komunë, shumicën e kuvendit komunal e ka opozita e përbërë nga PDK, LDK dhe anëtar të tjerë. E policia e Shqipërisë ka realizuar operacionet të koduar asist online dhe relay për goditjen e trafikut të automjeteve dhe transportimit të palegjshëm të emigrantëve. Sipas raportimeve zyrtare, 2 persona janë proceduar penalisht për trafikim automjetesh me vlerën totale prej 90.000 euro, të cilat dyshohen se janë vjedhur në Zvicër dhe në Itali. M.S, 36 vjeçar, akuzohet për trafikut e një automjeti tip Benz me vlerën 80.000 euro, i cili rezultoi i vjedhur në Zvicër. M, 29 vjeçar, dyshohet se për trafikun e një automjeti tipi Opel me vlerë 90.000 euro, i vjedhur në Itali. Ndërkohë, gjatë operacionit relay u arrestua në flagrancë dhe shtetas O.T, 36 vjeç, banues në Kruj, pasi i njëjti u kap duke transportuar me automjet 3 emigrantë që tentonin të kalonin ilegalisht drejt vendeve të Bashkimit Evropian. E policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar 2 persona të cilët janë të dyshuar se kanë bërë një lëndim trupor në fakt. Kjo ka ndodhur në Lapushnik të Drenasit, ku një person ishte sulmuar me mjetët të forta nga 2 persona të tjerë. Personat e dyshuar janë dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërkohë që hetuesi po vazhdojnë punën për zbarjen e rrethanave të rastit, i cili është cilësuar lëndim i lehtë trupor. Flasim në vazhdim për arsimin. Në Prishtinë aktualisht mësimi gjithditor zhvillohet në 12 shkolla, por ministrja në detyrë e arsimit Arbëriena Gafsi shprehu dyshimet se krejt bëhet sa për sy e faqe. E në këtë komunë deklarojnë se janë të sulmet të vonuara politike në fakt.
Flasim tani për zhvillimet në Shqipëri, teksa forca e prokurorisë së Durrësit prangosi 8 persona të cilët dyshohen të kenë lidhje me arratisjen e Altin Docit nga Spitali i Durrësit. Të arrestuarit janë zyrtar, policë dhe mjek të burgut të Durrësit. E Altin Docit ju kushtoi të vetën. 8 persona u arrestuan pasi arratisi Altin Docit të martën nga Spitali Rajonal i Durrësit zbuloi një zinxhir shkeljesh dhe dyshimesh për neglizhencë që i hapi rrugën një arratisje të mirë organizuar. 8 zyrtarë u vu në pranga në mesin e të cilëve zëvendës shefi i policisë së burgut, efektivët që shoqëronin të dënuarin dhe punonjës të spitalit. Të arrestuarit po hetohen për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe mos respektimit të masave të sigurisë. Pamjet e kamerave në spitalin e qytetit bregdetar hedhin dritë mbi momentet kyçe të ngjarjes. Altin Doci shihet tek Sambërri në spital me autoambulancë, pa pranga dhe pa masa të shtuara, pavarësisht se ishte i arrestuar për disa vepra të rënda penale. Kamerat fiksojnë çastin kur Ndoci largohet me vrap nga oborri i spitalit dhe hipën në një automjet tip Audi ngjyrezez që e priste jashtë ambienteve spitalore. Nga hetimet e deritanishme rezulton se automjeti përket një personi me precedent penal, çka përforcon dyshimet për një plan të mirë strukturuar arratisje. Në organizimin e largimit dyshohet të jenë përfshirë jo vetëm persona nga jashtë, por edhe elementë brenda burgut të Durrësit, të cilët mund të kenë lehtësuar arratisjen. Ndërkohë policia vijon që prej së martës kërkimet intensive për kapjen e Altin Docit, kontrollet janë shtrirë edhe në disa zona në kryeqytet, përfshirë Astirin, Don Boskon, Selitën dhe Ysberishtin, ku dyshohet se ai mund të jetë fshehur. Në banesën e tij në Ysberisht, familjarët e Ndocit janë shprehur se nuk kanë asnjë dieni mbi vendodhjen e tij. Pas arratisjes së Altin Docit, drejtoria e përgjithshme e burgjeve ka nisur transfertimet e disa të dënuarve të paraburgosurve që konsiderohen me rregullshmëri të lartë nga institucionet ekzekutive të vendimit penal në Durrës drejt burgut të Fierit. Burgu i Durrësit nuk klasifikohet si institucioni me siguri të lartë. Ai karakterizohen si institucion paraburgimi ndaj MPB ka vlerësuar të arsyeshme pas ngjarjes së rëndë që personat me rregullshmëri të shtuar të mos shndrojmë më në këtë strukturë. Irani ka rihapur hapësirën e tij ajrore pasi kishte mbyllur për disa orë për shumicën e fluturimeve komerciale në mes të kërcënimeve për një sulm të mundshëm nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas administratës federale të aviacionit të SHBA-s, ndalimi u zbatua gjatë natës dhe në orët e para të mëngjesit, me fluturime të lejuara vetëm me miratimin paraprak nga autoritetet iraniane, shkruan Al Jazeera. Të dhënat e Flyradar treguan një rënje drastike të trafikut ajror mbi Iran, ndërsa shumë avion shmangën hapësirat ajrore të vendit. Vendimi u mor nga një klim tensionesh të shtuara pasi paralajmërimeve të presidentit amerikan Donald Trump për vendime ushtarake kundër Teheranit. Mbyllja e hapësirës ajrore u shoqërua me tërheqjen në pjesë të forcave amerikane dhe britanike nga baza në Katar dhe paralajmërime sigurie për qytetarët e huaj në rajon. Organizata e sigurisë ajrore paralajmëruar për rreziqe të shtuara në aviacionin civil, duke krijuar rrëzimin e një avioni pasagerësh në Iran në vitin 2020. Presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski ka shpallur gjendje emergjente në sektorin e energjisë, pasi sulmet e vazhdueshme ruse kanë dëmtuar rënd infrastrukturën dhe kanë lënë mijëra banesa pa energji elektrike dhe ngrohje, mes temperaturave që kanë zbritur deri në -19. Në Kiev, qindra ndërtesa mbetën pa ngrohje dhe disa prej tyre pas sulmit masiv, ndërsa autoritetet po punojnë në riparim emergjent të rritjen e importit të energjisë. Kryebashkiaku Klishko paralajmëroi se situata është kritike për kryeshtetin. Zelenski tha se ekipet emergjence po punojnë 24 orë në ditë, ndërsa qeveria po shturton lehtësimin e masave si ora policore për shkak të ftoftit ekstrem. Sulmet ndaj infrastrukturës energjike mbeten një nga elementet kryesore të luftës, duke thelluar krizën humanitare në vend.